Përshëndetje juve, në këtë video do të mundohem të shpjegoj dhe analizoj gjithë atë që ndodhi në Iran dhe në lindjen e mesme nga ora 3 e natës midis së ajtes dhe të premtes. Për të nxjerrë në pa shkaqet, pasojat dhe ajo që pritet tani tutje të ndodh në Iran dhe rreth Iranit, në gjirin persik e natyrisht gjithandej në lindjen e mesme. Analiza nuk do të fokusohet në lajme gazetareske të portaleve të lajme ditore, por do të mundohem duke u bazuar në analizat të ekspertëve kryesor që miren me situatën të paraqes këtu para juve, të ndaj me juve një pasqyrë reale, mos të them të thellë, të kësaj që ndodhi me bombardimet e Iranit, mbi Iranin rrjedhimisht, dhe në lidhje me fitoren spektakolare të Izraelit që korri mbi Iranin. Kështu, unë mendoj se duke e goditur Iranin, Izraeli, natyrisht me mbështetjen e shëbave, e ka quar mentalitetin e tij të ekspansionizmit në një nivel shumë më të rrezikshëm se që është parë deri më tani. Ushtria izraelite ditë e më shumë është duke e rrethuar Turqinë dhe po mundohet që ta stopoj përhapjen apo zhvillimin e më të tjeshëm të Turqisë në rajon, vend të cilin e sheh një konkurrent apo një armik ndër më seriozët për jo vetëm interesat afatgjate të Izraelit, por edhe të ekzistimit të tij. Në anën tjetër, Turqia, duke e pa këtë situatë se çfarë po ndodh, u tubuan, u mbledhen krerët më të lartë të politikës turke, natyrisht pati edhe deklarata të Erdoganit dhe shihej se Turqia tani më, ajo e ka pa edhe përpara, po tani më është duke e pa shumë qartë me sy të ballit rrezikun që po i troket në derë. Përtej kësaj, sikur shumë shtetet e botës, edhe Turqia, kanë mësue një gjë të cilën ndoshta nuk e kanë ditë deri në ato momente. Për çfarë dua të them? Goditja e Ukrainës që ja bëri Rusisë nëpërmes dronëve dhe ja djegi së paku 42 aeroplanet kryesor, më të shtrenjti që i posedonte Rusia, të aftë me i bajt kokat bërthamore, Turqisë dhe vendeve të tjera, mbas edhe vendeve evropiane, u dha një mësim të atill që mund ta konsideroj rënim përfundimtar i doktrinës së luftës së deritanishme. Njëjtë siç kam thënë për rezistencën palestineze në Gaza, se e ka thye imazhin e një Izraeli të pamposhtër, i ka thye doktrinat e luftës, të cilat flasin rreth ballafaqimit të vendeve ndërluftuese, se ushtria e fortë e përgatitur me aviacion, e me tanke, e me komsori, e me shpionazh e inteligjent është e pamposhtër, rezistenca palestineze e theu këtë doktrinë. Pra, rasti i Gazës dhe rasti i Ukrainës, Turqisë dhe vendeve të botës ja bën me dije një fakt të cilin tani po e përmende. Veç ka filluar të mendoj, pra, të mendojnë vendet se a thua apo ja vlejka harxhime enorme në blerjen dhe prodhimin e aeroplanëve. Pse them kështu? Sepse Ukraina me një dron që më së shumti kushton $400, arriti të ia demoloj dhe shkatroj e djeg aeroplanin afër $1 miliard të Rusisë. Ukraina i kishte fut brenda teritorit të Rusisë një kamion me 140 dron në te, prej tyne 117 janë përdor, prej 117-ve 92 kanë goditur caqet e synuara. Që i bje se një dron prej 100 deri në $400
po është në gjendje me e djeg një aeroplan prej $400 milion deri në $1.2 miliard. Pra investimet e tani e tutjeshme, ato të bëhen me dron apo jo. Droni tani është bo alfa dhe omega e ushtrive të botës. Për te i kësaj, droni ka qitë në pa edhe dishka tjetër. Ekzistimin dhe aktivitetet e agjencive të inteligjencës të shteteve të cilat futen në shtetet tjera. Aktivitetin e tyre, nëse këto shpionazhe, inteligjenca më parë e kanë zhvilluar nëpërmes blerjen e njerëzve dhe të agjentëve vendas, tani nevoja për agjent ka rënë, është reduktuar në maksimum dhe po përdoret fuqia ose aftësia e dronëve edhe në rrafshin e inteligjencës. Pra, miti, ushtria turke, mitet e vendeve të tjera, të them kështu, në thojza mitet e vendeve të tjera, inteligjencat e vendeve të tjera, ushtrit e vendeve të tjera, e kanë pase çështja më tani ka ndryshuar. Pse e bora këtë hyrje kështu? Për të treguar se, përderisa Izraeli me 200 aeroplan sa i ngriti në ora 2:15 minuta dhe në ora 3 filloi bombardimin e Iranit, përderisa këta aeroplan po goditnin, nga brenda Mossadi që ishte akomoduar kohë më parë nëpërmes dronëve, filloi të likvidoj ftyrat më të rëndësishme si të ushtrisë, si të sigurisë kombëtare, si të revolucionit islamik dhe shkencëtar e politikan të niveleve të rëndësishme. Unë e kam bën një listë këto, për shkak të kohës nuk do të lexoj krejt emrat, ku flitet se cilët njerëz i ka likviduar Mossadi nëpërmes dronëve. Këta dronë, jo që i kanë identifiku Mossadi fillimisht dhe dronet, jo që i kanë identifiku vetëm qytetet ku jetojnë njerëzit të cilët kërkoheshin nga Izraeli, që konsideroheshin armiq të rrezikshëm për Izraelin, për Amerikën dhe për agjencinë bërthamore, por kishin identifikuar edhe lagjet ku banojnë, edhe ndërtesat ku banojnë, edhe katët në ato ndërtesa, bile edhe banesat dhe dhomat në të cilën kanë qenë fjetur ata persona. U vra Mohammed Bakri, komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura të Rusisë, të Iranit, u vra Hossein Selami, komandanti suprem i Gardës Revolucionare, pastaj Ghulam Ali Rashidi, komandanti i forcave NBA, që janë elitare, u vra Emir Ali Hajizade, komandanti i forcave ajrore të ushtrisë iraniane, pastaj shkencëtarët kryesor në teknologji nukleare apo në fizikë, si me e quajten, u vra Mehdi Tehranqiu, u vra Feridun Abbasi, u vra Abdulhamid Munjeri, u vra Ahmed Riza Zulfikari, pastaj Hussein Fekhi, pastaj Mutabalizade. Para kësaj u patën vra në vitin me 22 maj 2022 Sejid Hudaji, major, dhe një ndër emrat më të rëndësishëm në prodhimin e armëve bërthamore, Mohsen Ferizade në vitin 2020, Dariush Rizajneradi, pastaj Mejlis Shehriari, pastaj Mohamed Ali Mohamedi, pastaj Mustafa Ahmed Rushedi dhe kështu me radhë. Thjesht dua të them se inteligjencat e shteteve të cilat më parë ju kanë kushtuar atyre shteteve në miliarda, qindra miliarda dollar për sigurimin e banimit, e të ushqimit, e pagesave, e pagave, pastaj sigurimin e agjentëve që i përdorin nga vendet ku vepronin. Tani këto shpenzime janë reduktuar në maksimum, është fut sistemi i teknologjisë, i telefonave digital, i dronëve së fundmi dhe nëpërmes kësaj Irani Izraeli e rrëzoi në gjunjë Iranin me 200 aeroplan nga nalt
dhe me Mossadin me dronët e tyre nga brenda. Kjo e ka bërë Turqinë, pra edhe rasti i Ukrainës, të mendoj se a thua a po ja vlejka shpenzime ka shtë megjithëse që para 3 dite Turqia e lidhi një marrëveshje shitjeje në fakt aeroplanet kanë me Indonezin, pastaj Emiratet e Bashkuara Arabe, pastaj Saudia, pastaj Katari, pastaj Egjipti dhe një 4 vende të tjera në Afrikë. Thjesht me Indonezin marrëveshja po ka kërkesa enorme në vlerë afër $200 miliard që do t'i shet Turqia. Turqia këto në këtë video nuk ka shtem, por deshta të them në lidhje me rënimin e doktrinës së luftës pas sulmeve të Ukrainës me dron mbi aeroplanet rus, rënimi paraprak i doktrinës së luftës se Izraeli apo Amerika nuk mund të mboshten nga një ushtrim e dobët. Gaza, Hamasi, Izzuddin el-Qassami e theu këtë tabo, e që për këtë të fundit mund të flasim shumë për Hamasin dhe për rezistencën izraelite, mbas edhe palestineze, mbas edhe kemi folë. Përqëndrimi im këto pra, është se Izraeli, i cili 2-3 vitet e fundit, po e dëmtonte shumë edhe imazhin, edhe potencialin, edhe ndikimin e Iranit, kryesisht jashtë territoreve të Iranit, kësaj radhe në mënyrë të drejt për drejt, në zemër të Iranit, në Teheran e Esfahan dhe në Natanz dhe vendet të tjera, ia djegi centralet bërthamore, pastaj objektet e mbrojtjes ajrore, pastaj objektet e prodhimit të raketave balistike, pastaj aeroportat dhe e vrau një numër shumë të madh të stafit komandues e të ushtrisë e të inteligjencës. Shkencëtarët e përfshirë në prodhimin e armëve bërthamore të Iranit, ata të cilët kanë shkue, por ata të cilët janë gjallë ma nuk do të kenë guximin që të veprojnë si që kanë bërë deri më tani. Si erdhi puna kështu? Pse Irani u tregue ka që dopt, me gjithë kundër përgjigjen që ja bëni Tel Avivit dhe qyteteve të tjera, e që ka shkaktuar dëme të pa imagjinueshme dhe ka vërtetuar se kupolla e hekurt e Izraelit nuk është më as kjo ajo për të cilën pretendohej, siç pretendohej fuqia e pakontestueshme e ushtrisë izraelite para fillimit të luftës në Gaza, megjithëse që e dëmtoi deri diku Izraelin në rrafshin ushtarak, apo folur me terminologjinë ushtarake, Izraeli u tregua superior në përmasa që ndoshta vetëm Shëbaja dhe vetë Izraeli e kanë ditë se ku janë në proporcion me Iranin. Si erdhi puna deri këto? Ju kujtohet me 30 shtator Netanyahu e pati mbajt një fjalim ku tha se Irani do të jetë më në fund i lirë dhe ai moment do të vijë shumë më shpejt se sa mund të mendojnë njerëzit dhe gjithçka do të jetë ndryshe pas atij momenti. Vazhdon Netanyahu, 2 popoj të lashtë dhe heroik, hebrejt dhe persianët më në fund do të jetojnë në paqe. Çka ka mujt me nxjerr atëherë dhe çfarë dua të them tani me këtë deklaratë të Netanyahut? Thjesht, Izraeli, mbajeni mend këtë, kjo është fjalia bazë e kësaj video dhe në lidhje me këtë po e bëj këtë video këto, Izraeli e nënvizoj dëshiron me ngulm dhe po punon në ndryshimin e regjimit iranian dhe një administrate armiqësore ndaj Izraelit dhe Amerikanëve që së paku të jetë miqësore në të ardhmen administrate e re sa edhe vendet arabe. Thjesht, folur kosovarqe, Izraeli po do me heket regjimin islamik të Iranit, po do me rrëzue
sistemin politik, po do me i vëra të gjithë ata që i rezistojnë dhe të vije me një regjiment të ri në Iran paqësor me Izraelin dhe Amerikanet, së paku them sa janë vendet arabe, sidomos ato të gjirit persik, Arabia Saudite, Kuwaiti, Emiratet, Katari dhe të tjerat. Pra, Netanyahu dëshiron të realizoj atë që është edhe në interes Amerikan. Për këtë arsye, miq, SBA-ja, si edhe përpara, si tani në kohën e Trumpit, edhe SBA-ja, pra, për këtë arsye Izraelin e ruajnë, sepse Izraeli është fuqia, se efte janë si mishe me thonin, historikisht dhe si dy shtetet, si dy popuj dhe si dy shtete, se Amerika fillon të krijohet me kontributin e hebrejve atje, pare të cilat hebrejt i kishin në Evropë dhe kur po dëboheshin nga koha e Kristofor Kolombos e më pastaj nga Spanja, nga Italia, nga Gjermania, më vonë nga vendet e tjera të cilët detyrohen të ikin ose brenda Perandorisë Osmane ose në Amerikë, që nga ajo kohë parat e hebrejve, mundi hebrejve, përvoja hebrejve, aftësia e tyre enorme janë faktor relevant në krijimin e Amerikës. Përveç këtyre, pra, Izraeli për Amerikën është si kurse bebza e synit në lindjen e mesme, ndërsa lindja e mesme për Amerikën është syri në përgjithësi. Parat, pasurit, pozita strategjike, rrugët detare, stopimi i Rusisë, stopimi i Indisë, eventualisht stopimi i Islamit, stopimi i Kinës, niset dhe përfundohet pikërisht në lindjen e mesme. Realizimin e këtyre aspiratave, nevojave dhe këtyre interesave strategjike, afat shkurta, afat mesme, afat gjata, dhe të përjetshme derisa Amerika të jetë kjo superfuqi, ndërlidhen në lindjen e mesme dhe realizimin e tyre natyrisht e bën Izraeli. Dhe ne herë mund të shohim tërheqje mos e këput midis Trumpit e Netanyahut, midis të tjerëve, por në fund të fundet mos u mashtroni me thonë se po prishen, s'po prishen, po e dëgjon, s'po e dëgjon. Ato, andaj thash në fillim se nuk dua të flas me terminologjinë këto të gazetave dhe lajmeve ditore, i tha Trumpi si tha Trumpi, i tha Netanyahu si tha Netanyahu. Jo, dua analizimin nga brendësia e situatës. Dhe pika kryesore pra në lidhje me këtë është se Izraeli është ai që i realizon aspiratat dhe i mbron interesat amerikane në lindjen e mesme, andaj është në gjendje me djeg botën. Krejt bota u quhe në Kombet e Bashkuara votuan pro Palestinës, SBA-ja i tha kom ju vënu embargo, pastaj i kërcënoi edhe me shumë gjëra të tjera, pastaj ambasadorja Izraelite në Kosovë duket sot atje kërkoi nga Kosova mbështetjen e Izraelit në luftë me Iranin, disa mund ta marrin këtë si çesharake, jo, ka nevojë. Domethënë edhe prej Kosovës dëshirohet kërkohet mbështetje në raste të këtilla, jo mbështetje ushtarake, janë mbështetje në Kombet e Bashkuara, por mbështetja së paku morale, se edhe një shtet më shumë është pro Izraelit në luftën e tij kundër këtij Iranit dhe vendeve të tjera arabe. Pra, kjo është e para dhe e dyta, si që përmenda, është synimi final i kësaj lufte kundër Iranit, është shkatërrimi i regjimit të Iranit. Për Amerikën dhe Izraelin nuk është në interes që të shkatërohet totalisht Irani. Megjithëse që unë jam të e pa se po nuk ndërmori Irani diçka në lidhje me elementet e shpionazheve të huaja që i pas brenda, po nuk i identifikoi, po nuk e shkatëroi atë rrjet, siç bëri Turqia në 2-3 vjetët e fundit, i demoloi të gjitha dhe e pastroi terrenin nga brenda, andaj sot nuk ka frikë prej ndonjë kundërrevolucioni, andaj e futi në burg edhe Imamallën dhe rrjetin e tij mafias që ishte i lidhur me kurdët, pastaj me Izraelin, me vendet e tjera evropiane, me SBA-t, thjesht me futjen e Imamallës, Erdoani, Turqia, shteti i Turqisë ka qitë shumë të palara në shesh. Ka qitën një përgatitje
për një kundër revolucion të mundshëm në të ardhmen i llojit të Mosadit tani kur po i djegte dhe po i vreste në gjumë ftyrat eminente të Iranit në Teheran, Isfahan dhe Gjetio. Shkojmë tutje. Irani, Izraeli, dëshiron kthimin e Pahlevitëve në Iran. Pse Pahlevitët? Sepse dihet deri me ardhjen e Homeinit në vitin 1979 në Iran, Irani ishte i udhëhequr nga shahi, Pahlevitët, familja Pahlevite, e që pastaj ikin në Amerikë me ardhjen e këtyne. Gjatë kësaj kohe, prej vitit 1953, kur bëhet revolucioni, kundër revolucionit në Iran, grushteti, e deri në vitin 1979, Irani ka qenë alati kryesor i Izraelit dhe i Amerikës. Me ardhjen e Homeinit ndryshon situata. Prej 53-ës deri në ditët e sotshme, deri në këtë momente kur unë po flas, marrëdhëniet e Iranit me Izraelin kanë qenë ose super të mira ose super të këqija. Normale s'ka po. Super të mira kanë qenë në kohën e shahut pas vitit 1953, super të këqija e gjithashtu super të mira në të njëjtën kohë kanë qenë pas ardhjes së Homeinit në pushtet. Që rrëzimi aty helikopterit të Ibrahimit, presidentit, pastaj vrasja e liderëve të gardës revolucionare, të shkencëtarëve në Siri, në Yemen, në Gaza e sidomos në Liban, të gjitha këto ishin paralajmërime adekuate dhe shumë të qarta për ata të cilët e përcjellin Iranin dhe lindjet e mesme se do të vi momenti i orës 3 të datës, të ditës, natës, midis të ajtës dhe të premtës dhe ta bin Iranin deri në këtë gjendje. Ka shumë arsye, ose shumë ka arsye të them kështu, të pyetet me një skepticizëm. Çfarë bëri që Irani të tregohet kaq i dobët karshi sulmeve të lahtarshme në fakt të Izraelit mbi tokën e saj nga qielli i saj? Unë mendoj se janë arsyet dy. E para është korruptimi i njerëzve të inteligjencës iraniane që pas këshin qenë duke punuar me Mossadin, si dhe fryma anti-islamike apo anti-regjimit islamik, fryma opozitare që ishte krijuar viteve të fundit në Iran. Që tek ne shqiptarët shpesh folet me tone diqysh që kemi marak në hop shkollop. Apo mërvesh në për jetës sociale po flas, s'po flas për analizë serios. Jo iranian në Teheran, në Shqipëri, jo është ai si më thonë ajo kasarnia apo ai vendi i emigrantëve iranian, jo kanë me dëmtue Shqipnin, jo shpionazh ajo. Ka dalë se këto punë nuk shkojnë bashkë qashtu. Ty be përveç 2-3 vetëve në krye me Edi Ramën, nuk e shoshitin fort në për qeveria këto senet e mëdhaja. E lemat dalin në media në sene. Këto muhabete shkojnë ka 2-3 vetë. Mos thom një. Një Hashim Thaq e ka ditën punën e bisedimeve me Serbinë me ata ndoshta një 2-3 për rreth. As njerëzit e partisë nuk e kanë ditë as ndrrimi territorëve pande. O kon çështje shumë më e madhe se që ajo mund të diskutohet në parlament, apo jo valla që të qashë se ka qenë parlament e sene. Si janë këto sene që qitën parlament. Dua të them se këta njerëz që janë në Shqipëri aty, dhe që kanë vepruar ku me ditë se ka i kanë pas lidhjet e si kanë zhvillu lidhjet me Mossadin në Izrael atje, sepse tek e fundit, shqyqani, në Iran ka hebrej që 2500 vjet. Që 2500 vjet ka hebrej. Tash llogaritet se në Iran janë që të midis 9.000 edhe 10.000 hebrej, kryesisht në biznes. Shtrohet pyetja, a nuk do të
A nuk është, dhe më thënë, a është e pamundën që pe që aty në 9.000 dhe 10.000 të mos ketë pas njerës të cilët Mosadi në përmes tyne ka rrit identifikimin e çdo gjaje që i ka him pun edhe me e prue tani pastaj Izraeli me e gjunjezu edhe me e shkatrua në themel Iranin kësaj radhe. 50 vjetë mbrapa e ka kthy Iranin. Unë e premtova se do ta shpjegoj këtë punën e pasurimit të uraniumit, po s'po arribre, s'u bëj krejt temat për cilat mos thëm po i di dhe po i përcjelle, për shkak kohës, për shkak dinamikave të jetës, e obligimeve të ndryshme të jetës, gjithsesi. Për me pase pasurimi i uraniumit vetëm në ato centrifugat që sillet shkon me muaj të tërë derisa të arrijet gjys kilogrami apo 1 kilogram. Ndërsa për prodhimin e një bombe bërthamore dohet 20 kilogram uranium të pasuruar. Pasurimi i uraniumit është proces qaq Iran sa merr me vjet vetëm ndarjen e uraniumit 235 prej uraniumit 238, edhe ky i fundit pastaj të futet në sistem e ky tjetri të përdoret në sistemin bërthamor të armëve bërthamore, ndërsa 235 të përdoret në prodhimin e energjisë elektrike, të energjisë energjetike së tjerë. Do me thonë, Iranin e ka kthye së paku 50 vjet mbrapa. Ja djegi të gjitha reaktorët bërthamor, vendet ku prodhohen raketat balistike, ja djegi aeroplanat, si thash mos përsëritëm këto. Me 7-8 sulme mrena 48 orëve. Dronët kanë luajtur në rol shumë mirë, natyrisht edhe aeroplanet, shpionazha nga brenda dhe natyrisht jo rasisht po e përmendi edhe punën e këtyne iranianëve, mos flas kështu me paragjykime, me prejudikime, mos flas për rolin e këtyre që e kanë këto. Barack Obama është një president që shumë senet e cilat i ka bo CIA dhe Amerika në të kaluarën i ka qitën në shesh në për intervistat e tij. Vetë Barack Obama tregon se në vitin 1953 CIA amerikane ka qenën para pak grushtetit në Iran për prurjen e Riza Pahlavit e familjes Pahlavite aty. Qëllimi pra i kësaj lufte izraelite, kësaj radhe mbi Iranin, 10%, ka njerë po përdori shifra kështu simbolike, 10% e rëndësisë së saj është vetëm demolimi nga nalt. Jo, ka diçka shumë më thellë se këtë. 90% e rëndësisë së kësaj lufte është regjimi i rrëzimi i regjimit dhe akomodimi i njerëzve, ndoshta këta për Shqipërisë kanë mique, ndoshta për Amerikës, pahlavetet atje, ku me ditë ku shkojnë bo. Njerëzve të cilët Izraeli do t'i ofrojnë dorën e paqes dhe bashkëpunimit, së paku edhe njëre po them, sa ja kanë shtrit dorën e bashkëpunimit dhe dorën, ta quaj kushtimisht, të dorëzimit, flasë edhe pak me këtë terminologjinë shqiptëe, dorën e dorëzimit Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse janë të e kanë pa arabët, nuk janë naiv, nuk janë të paditër, nashta të shitër e sene po, meselen në vetë është ajo, por e kanë pa se çka është të bohe Irani. Një tjetër moment që duhet të përmendi këtu, Iranit i ka ndodhë kësaj radhe si kur Bashkimit Sovjetik më para. Për çfarë është fjala? A ju kujtohet lufta për galaksin, lufta për hapësiren. Të fut Bashkim Sovjetik zeza në gardë me Amerikanet, me Reganin atëhere, para Reganit Amerikan që një satelit atje në altë një raket, që një satelit, Rusia që një, Bashkimi Sovjetik. Këta një, këta një, tëri sa ja pronën punën Bashkim Sovjetik zezës ta bojnë me e zgat dorën me lyp një kafshat buke, andaj perestrojkën e qitin në shesh Gorbachovit dhe e shpëtoi popullin rus nga varfëria dhe rënimi
katastrofik definitiv. E pa që nuk shtyhet me Amerikën në luftën atje në hapësirë. Njëjtë kështoja kanë bëhe Iranit. Nga viti 1909, sidomos pas 11 shtatorit, shpërthimi i rrëzimi kullave binjake, u bo një ndjekje e shtrigave ndaj elementeve islame, vehabiste, ISISiste, të Al-Qaides. Amerika dhe Perëndimi u përqendrua në ndjekjen tani të kësaj vije. E detyrojnë Saudien të bashkëpunojnë në përmasa që nuk mund të imagjinohej. Arabia Saudite detyrohet ti burgos një nga një, e ti vras, e ti likuidoj të gjithë dietarët dhe intelektualët të cilët kishin mbështetur politikën e dejtanishme, deri atëhershme të Arabi Saudite pro El-Qaides dhe të tjerve, u kthye 360 gradë meselja përmbys dhe Arabia Saudite tani fillon ndjekjen me disa vende arabe në bashkëpunim me Perëndimin, e sidomos me Izraelin dhe Amerikën, ndjekjen e atyre të cilët kishin shkaktuar, siç thuhej, rrëzimin e kullave binjake. Në këtë kohë, përderisa Amerika po luftonte kundër këtyre elementeve, në kohën e George Bushit që kujtohet, ju dashke një aleat për realizimin e kësaj, sepse jo që nuk mu I keme I besu e 100% Arabëve dhe Arabi Saudite. Dhe kush ishte ai aleat që e ndihmoi tërthorazin në këtë? Irani. Irani u qu kundër qytetëve muslimanë, ai ke pa të na do gjahila. Jo shetet kanë vrar sunnet, jo sunnetet. O zotni, o puna është ma fellë se që ka shbër. O mëse merrni në qafë gjematin e muslimant e sinqert. Jo shetet, jo Irani, jo këta, jo qafir, jo. Sa është puna të ri këto? Është puna shumë me thellë, është puna e lekut, është puna e strategjisë, është puna e interesave afatgjate amerikane aty. Nuk ka punë pse del një hoxh, ja një shejх aty, një shetë dhe thët, jo Hazreti Alia, jo Hazreti Husejni, jo Muavija, pralla janë këto. Pas këtyne qëndrojnë elemente shumë të thella, të bazuara në interesa shumë vitale të shteteve të mëdha në gjirin pesik dhe në gjirin në lindjen e mesme. Andaj jo rasisht, dhe me insistim, dhe me vedije, e pa të boa shkrimi nëne, famoz të quaj, famoz. A thuhet njëri për shkrimin e vetë famoz. Beteja gjeokulturore midis Arabëve, Persianëve dhe Turqëve dhe shqiptarët si viktima në te. Titulli I saj që ashtu është botue. Telegrafe në Gazeta Mejdani e në për vendet të ndryshme. Aty kam thonë se për te të qenurit një betejë gjeokulturore midis tyre trikombëve kryesore që e themelojnë civilizimin islam, këto trikombe në përmes tyre trikombeve lëkunden dhe vendosen interesat e fuqive të mëdha, perandorive të mëdha në lindjen e mesme. Me këto trikombe kam pas punë perandorit e mëdha kur e kanë pushtuar lindjen e mesme, kur e kanë ndihmuar lindjen e mesme, ose kur kanë realizuar interesa vetanake ose bilaterale me popujt e lindjes e mesme. Në përmes këtyre, andaj lufta e tyre mes vete atje nuk guxon të reflektoj tek ne shqiptarët. Jo shii, jo sunni, jo vehabi, jo selefi, jo po. Lëni këto pralla, o insan, o ju musliman, o ju hoxhallar që po musulmani ka një herë në për I qyuseve në Facebook, jo ilahia e pelahia. Mos o tregoni kaq naiv, se po më vjen marrë me hin debat me juve e me javqitën ato shka ju I dini se I di edhe une. Do më thënë, rini e rahat, mos e mashtroni gjematin, kalzoni që ato shka doni mi kalzune për gjemija. Edhe ju të tjeret e për rjetët sociale. Meselja e Iranit me Arabët, meselja e shiizmit me sunnizmit, nuk është qysh po I tregoni ju shqiptarve këto, është disha shumë me thellë. Ngoni ka njerëzit të cilët jetën ja kanë kushtuar leximit dhe kuptimit të atyre raporteve atje. Po du me thonë një fjalit madhe. As një hoxhe mos I besoni,
dhe mos e përfillni përderisa në ligjeratat e tij janë nis me fol jo kundër shiive, jo kundër hanefive, këta janë njerëz të cilët e dëmtojnë edhe islamin, edhe shoqërinë tonë dhe të cilët ose paguhen ose për budallaki përdoren, me budallakit e tyre përdoren për interesat e jashtme. Islami nuk do të flet për këto. Ka shumë tema të tjera të cilët hoxhallarët tanë, unë, sefte, mund t'i trajtojnë që janë në interes të këtij kombi, të kësaj gjeografie, me spjegue aspektin social të islamit. Çka më hin në punë mu islami, çka më ndihmon mu islami, tregoja atë rrafsh të islamit që çaj islam ti hin në punët e përditshme, ta zhvilloj me javbo pyetjen, ti si musliman që je, që vjen xhami këto para me dhe mi ngon ligjeratat në gjuma, mi thon xhamatit ti, me çka ndjen veten se je ndryshe nga Milani, Gjorgji ose Marku? Çka ki ma shumë ti? Çfarë është ma shumë? Vish besimin Zotina, nuk mjafton. Ajo ka të bëj me Allahun. Ti duhet t'ju thush se që ato shka e ki ti që ky islam që unë po ta shpjegoj, të jep vlerat të shtuara në jetën tënde të përditshme, në përditshmëritë e tua, të mëson me u bëhe njeri, jo shpijon, jo mashtrues, jo përfitus me ilahije, me sanet e tjera në emër të islamit. Jo. Ai tjetri me mbledh pare kinse për xhamie ta bimi një hoxh, më na shpjegu këto se mi thon xhamatit qëre, unë po bi hoxhallar të mirë, jo jepni, mos i përdorni këto metoda të ndyta anti-islame në emër të islamit. Por shpjegoni një islam si ç'dohet. Çështja e Izraelit, e Iranit, çështja e arabëve, e Arabisë Saudite, e regjimenteve 5.1 trilion dollarëve, është shumë më thellë dhe shumë më nalt se sa diskutimet e tona ditore qesharake që bëhen, teksa i mashtrojmë xhamatet, qytetarët e këtij vendi, njerëzit besnik, mos them naiv, që e dojnë dinën, e dojnë Allahin dhe s'kan çka me bot tek e fundit ngratit, kanë mengu çat hoxh të pas të cilit falet ose ligjeratat e kështu. I shquhe po jep vaz mua, jo Molla Mustafa e kishte jenë thojza aty, jo këne ja kanë naiv bre, kujton që mund është po i vallahi billahi, nëse e ka me bo një faragimi qysh e meriton situata dhe i tregoj se ku është e kus është meselja. Si do që tjetë, miq, kjo luftë pra është për rrëzimin e regjimit këto, në anën tjetër përderisa raketat iraniane goditën Tel Avivit, vallai kanë bo dame të konsiderueshme, aeroportet, njerëzit që 2 ditë janë në për tunela e në për kështu, është një gjendje katastrofike, por raportohet edhe nga brenda Izraelit, nuk jetohet shtirë. Une kam thënë një herë se Netanyahu, megjithëse që po i shërben interesave amerikane, Netanyahu dhe administrata e tij edhe ata ministrat të cilët po cilësohen tani më të çmendur, psikopat që i ka për rreth, janë njerëzit të cilët më së shumti e kanë dëmtue popullin hebrej dhe interesat hebreje dhe të Izraelit, jo vetëm nga themelimi i Izraelit, po në 100 vjetët e fundit. Askush nuk ka mujt me i bot dom Izraeli sa i ka bohe Netanyahu. O a jetohet me dekada, vish qëtë në vete, në Kosovën tonë, qëtë në Prishtinën tonë. A jetohet thmijen me që në shkollë dhe me ditë se mundët mos me të këthyma i thmi, pe i shpërthimeve izraelite, po palestineze, iraniane, raketa. A jetohet bre tunajten, ki të smut të shpia, plakin e ki, nanën e kije, vetje i smut, me marë në krah shkallëve të poshtë e lip të zguzon me e përdoren, 3 kat të poshtë e mulle e 90 atjena për ato strehimoret në, a jetohet për çdo ditë. Ka njerëz me mujtë të tërë që jetojnë për strehimore. Dhe kush e ka pru situatën këtu? E ka pru një politike çmendur e një politikani si që është Netanyahu. Dhe Netanyahu i ka problemet. Përfitimet e veta i ka natyrisht, është frika nga gjygje nëse nda luftën, është dështimi në luftën e tij në Gaza, është dështimi në kthimin e atyre të kindapuarve, refugjatëve të cilët janë në dorën e Hamasit, dhe çka është më kryesorja, ajo kjo lufta që e nisi Izraeli, megjithëse që ishte një far ta quaj më thëmë
atmosfere konspirative se qyshet e kesen, u pa se jo mos i mshoj, jo mos kështu, jo mes Trumpit edhe Netanyahu, dhe Netanyahu kishe u hidherue, edhe i tha unë do ta bëj dhe do ta bëj, I gonna do it, dyher i tha Trumpit, e bëri, ndoshta është se Netanyahu është e pa se Trumpi po do me hek, dhe për me e fitue imazhin e Izraelit dhe të botës, imazh të cilin ja ka rënue në themel. Nuk ka politikan botë sot, as intelektual, përveç do të verbërve që mujnë me besu në të ardhmen se që ky popull, Izrael, hebrej, dhe qëta Izraelit e pas kam pas me hak dhe merituar mëshiren dhe mbështetjen që i është bo në dekadat e fundit. U pa se ku është hesapi dhe kush çka është. Kush e qitit që ta në pa, kush e damkosi popullin hebrej, kush e shpalosi, mos thëmë, të vërtetën e situatës atje, Netanyahu. Dhe për ta e rikthyer imazhin e vetë para botës, për ta lënë në harres çështjen e Gazës, i mshoj Iranit. Gjithsesi, ka konspiracione të ndryshme, ka elemente të ndryshme, por ajo që duhet ripërmendur këtu është se hebrejt të cilët i ka Irani mrena, i quajnë miqt në këta Homeini, Hamenei, njerëzit mrena Iranit, të regjimit të Iranit, i quajnë miq shtan jo cionist, sepse dhe Iranit i dohet një vegz brenda, dëgjoni së mirë, po du me lidh me Shqipnijën, me Kosovën, kënej, me gjitha, edhe Iranit i dohet një vegz mrenda në përmes të cilve lidhet me fuqit e mëdha. Edhe Iranit i dohet. Edhe Kosovës do t'i dohi një vegz e tillë. Në rastin konkret, pakicat janë vegza e Kosovës në përmes së cilve, në përmes promovimit, mbështetjes dhe trajtimit ndoshta ndonjëherë ma shumë se të tjeret, po mos ta merrni këto ma shumë se të tjeret. Një trajtim shumë ma mirë, sepse respektimi i pakicave, i pakicave ka njëherë të ndjeshme, tek ne pakica sërbë është me ndjeshme, në raport me botën. Do të përdoret mirë ma të menqur, Kosova në përmes tyne mund të fitoj. Shqipnia gjithashtu, në përmes pakicave dhe këtyre iranianëve që i ka atje, dhe Turqia gjithashtu dhe vendet të tjera. Pra, ata njerës që janë që 2500 vjetë, ata 10.000 aty, po, janë përdor, i ka majt Irani, mirë po në fund të fundit i dollën si dardha ukere. Pikërisht në përmes tyne është arritën kjo. Pra, ky sulm është fitim prus për Netanyahun dhe i qetë, për fund të videos, i qetë në pa vetëm 2 alternativa, jo trete. Që ky sulm. Një, ose Trumpi dëshirante dhe arriti të realizante blokadën totale të Netanyahut, e Netanyahu u përpoq të qante këtë blokad brenda dhe në syrin e botës, sepse Netanyahu i mban men fjalët e Trumpit të përsëritëra disa herë se do t'i dëboj të huaj dhe emigrantët, hebrejt, Izraelitët, disa prej tyre të fjalën të huaj të kanë marrë dhe kanë qitë për mi vete, andaj Netanyahu veproi kështu, ose e dyta, Netanyahu qëllimisht i ka hedh benzin zjarit në lindjen e mesme për ta tërhequr për hundë Trumpin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ta fut në luftë. Kjo luftë, ky sulm kundër Iranit, për shkak se Irani ka qenë një faktor determinant i politikave negative ose pozitive në lindjet e mesme, kjo luftë është krejtësisht nga të gjitha të tjera që janë bërë prej 1967-s. Për shka? Sepse, si që përmenda perestrojkën, Bashkimin Sovjetik shkuar i atje, që që kanë mashtruhe Bashkimin Sovjetik, derisa që të ngjojnë, tu hargjue për galaksi atje, edhe Iranit, pas sulmeve që u bën
në kullat binjake, ja dhanë mundësien, pashak se dohej një alat kundër ISIS-it e El-Kaides e sen, ja dhanë mundësien që të bëhet Irani aq i fuqishëm sa edhe Pakistani u tot ke prej Iranit, vallahi edhe India, vallahi edhe Kina ja nisi me ngahe mas Iranit, dhe Irani e fitoj një fuqi të atil, një ndjenjë se do të jetë bosi i lindjes mesme, sa ja nisi me harxhue qindra miliarda dollar për të realizuar atë ëndrrën e tyre shekullore, ndikim të drejt për drejt në lindjen e mesme, eventualisht marrjen në kontroll, dhe vetëm në Siri 6 miliard dollar pare kesh për çdo vjet ja ka paguar Sirijes për me i prue shet aty për me i akomodue për interesat të regjimentit, të regjimit të Iranit, sa miliarda dollar Hizbullahut, pastaj ndihma në Gaza, pastaj në Libi, pastaj lufta e Iranit her me Gaddafin, her me Saddamin, të gjitha këto janë nxitje pas shpinde e njerëzve të marrë për pushtet, të cilët nuk i kuptojnë real politikat dhe futen në garë me të madhin dhe pa përfunduar në fund atje, përfundon i gjenjëzuar siç ra kësaj radhe Irani, që me gjithë mashtrimin që ju paske zhbohe botës shiite, lindjes mesme, se Irani është fuqi që mund të mbroj së paku vetveten, sa është rrezik potencial për Izraelin, a bëmaki edhe Izraeli ka lutë këtë loj me Iranin, të e bindi Iranin se na po kujtojme se ti je ma i fortë se na, ose ti je i fortë se na, tani nga që kjo perspektiv Irani ka veprue bla 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 bla, me shete dhe me njerëz në lindje dhe mesme, dhe erdhi deri këtu ku javrajt edhe shefin e forcave të armatosura, edhe të gardrës revolucionare, edhe shkencëtarët kryesor, po edhe për fund po e përsëriti. Dhe ja bëri atë që e kam thënë 3 herë, kjo është e katërt edhe ma nuk e përsëriti. Në Gaza, me Hizbullahun, në Siri, në Irak, Iranit ja thyn krat cing, në Jemen filluan me janë nuk me dana thajt, dhe kam thënë, kur ta godasin Iranin nga brenda, do t'ja presin kokën në mënyrë figurative dhe do t'a rënojnë. Deri në atë pikë, sa sot është duke u diskutuar nga analist, specialist të mdhej, se a thua do të mbjetoj Irani, ky Iran që është sot territorialisht, apo do të arrihet ëndra hebreje, izraelite e ndarjes së Iranit në 4 pjesë, siç kërkohet edhe ndarja e Sirisë. Kush e ka bë këtë? E ka bë forca dhe inteligjenca, aftësia amerikane dhe hebreje, Mossadi, duke e përdor teknologjinë e dronëve, duke e përdor sistemin digital sot, që po të kontrollon prej aty ku je, që prej dhomës të hangër bukë në tavolin, penis dronin, edhe po e qënë me ja kallën aeroplanin atje, me ja gjetën komandatën e forcave të armatosura. Puna ka shku deri atje sa pe i Gilanit, është lyp pizë në Gilan, pizzegjia e ka vnue pizzën në dron, edhe për 18 minuta ja ka prue në Vranjevc pizzën me dron, ja dha paret aty. Tik ja lidhi, droni me kamer, u këthyje të pizza në Gilan. Ashtu ardhë koha pra që droni edhe shqitblerjet e tona, edhe në supermarket me shkue, në vetë shërbim me shku me dron, e droni me ta prue prej atjehet. Në një kohë të këtil, ku bota muslimane, në mesin e saj edhe Irani, që janë shumë largë, askush të mos pretendoj e ti mashtroj gjematet e njerëzve se na kështu. Mburja me të kaluarën, mburravecia me të kaluarën, asgjë nuk të ndihmon në shëndërtimin e sodit për shëndërtimin e së ardhmës më të mirë. Deri në videon e radhës, mirëmbëjtje dhe ditën e mirë.